Kishat që nuk i ndjekin mësimet e Biblës e shtrembërojnë interpretimin e saj dhe pengojnë besimin në Perëndin që erdhi në mish, Krishtin që erdhi për herë të dytë. Një nga shembujt e keq interpretimit të Biblës është Zbulesa kapitulli 1, vargu 7. Apostulli Gjon profetizoi se kur Krishti të vijë për herë të dytë, ai do të vijë me ret dhe çdo sy do ta shikojë atë. Kishat e themeluara e shtrembërojnë interpretimin duke pretenduar, deklarata që çdo sy do ta shikojë i referohet një ngjarje mbinatyrore që të gjithë mund ta dëshmojnë në vend të kthimit të Krishtit në mish. Nëse këmbëngulja e tyre do të ishte e saktë, ata do të mohonin jo vetëm ardhjen e dytë të Krishtit, por edhe ardhjen e parë të Jezusit. A do të thotë vërtet thënia biblike se çdo sy do ta shikojë, se të gjithë njerëzit do ta dëshmojnë atë përmes një fenomeni mbinatyror? Nëpërmjet profecive në lidhje me ardhjen e parë të Jezusit dhe përmbushjen e tyre, le të tregojmë se pretendimet e kishave të themeluara janë të rreme. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenie do ta shohë, sepse goja e Zotit ka folur. Profecia se të gjithë njerëzit do ta shikojnë lavdinë e Perëndisë u përmbush kur Jezusi lindi në Betlehem të Izraelit. Sipas interpretimit të kishave të themeluara, e gjithë bota duhet ta kishte parë Perëndin kur ai lindi në mish 2000 vjet më parë. Në realitet, vetëm pak hebrejnë e pan lavdinë e Krishtit që erdhi në mish. A janë të gabuara profecitë e Biblës? Apo Jezusi nuk është Krishti? Nëse i interpretojnë me forcë profecitë e Biblës pa i kuptuar ato sakt, ata do të mohojnë Biblën dhe madje do të mohojnë Krishtin. Bibla është një libër profecish i shkruar nga njerëz të shtyrë nga fryma e shenjtë. Prandaj, nëse u qasemi profecive nga këndvështrimi i njerëzve të thjeshtë, në vend që t'i shohim nga perspektiva e frymës së shenjtë, rrezikojmë të shtrembërojmë kuptimin e Biblës. 2000 vjet më parë, udhëheqësi fetar, të cilët pretendonin se e njihnin Biblën, e kryqëzuan Perëndin që erdhi në mish. Kjo ndodhi sepse ata i interpretuan arbitrarisht Biblën dhe e shtrembëruan kuptimin e saj. Është e njëjta gjë në këtë epokë. Kishat e themeluara pretendojnë se Jezusi nuk mund të vijë në mish sepse të gjithë në tokë duhet ta shikojnë atë, por në realitet ato po e shtrembërojnë Biblën. Ashtu si profecia se të gjithë do ta shikojnë lavdinë e Perëndisë në ardhjen e tij të parë nuk nënkupton që të gjithë njerëzit në tokë do ta dëshmojnë atë. Fjalët në Zbulesën, kapitulli 1, vargu 7, çdo sy do ta shohë. Nuk do të thotë se të gjithë në tokë do ta shohin atë. Do të thotë që ai do të vinte në mish në mënyrë që kushdo të mund ta shikonte atë. Nga zanafillat e Zbulesa, Bibla profetizon se Perëndia do të vijë për herë të dytë në mish për të shpëtuar njerëzimin. Nëse e shpërfillim profecinë e Biblës se ai do të vijë për herë të dytë në mish dhe e interpretojmë Biblën në mënyrë arbitrare, rrezikojmë shkatërimin, njësoj si ata që e refuzuan Krishtin kur ai erdhi si shpëtimtar në ardhjen e tij të parë. Prandaj, është gabim të këmbëngulësh që Jezusi nuk mund të vijë në mish sepse çdo sy do ta shikojë atë.